I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thënë: "I bëhet haram xhehenemi kush bashkon tre gjëra." Po. Men ijtama fihi thalath. Kush bashkon tre gjëra, kush arrin të realizojë një jetë tre gjëra, i bëhet haram xhehenemi. Imanun billah, besimi në Allah. Hubb Allah, dashuria për Allahun, wa an yulqa fi an-nar yahtariq ahabbu ilayhi mimma an yauda ila al-kufr. Dhe që të hidhet në zjarr të digjet është më e dashur për të se sa të kthehet edhe një herë si jo besimtar. Besimi në Zot, dashuria për Allahun dhe urrejtja e kthimit në mosbesim, siç urren njeriu në këtë botë hedhjen në zjarr. Normalisht kjo është përmend dhe një formë tjetër, po kjo është.